Trupat e Gardës Revolucionare Islame të Iranit kanë paralajmëruar se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës rifillojnë luftën kundër Republikës Islame të Iranit, konflikti mund të zgjerohet përtej lindjes së mesme. Në deklaratën e publikuar nga agjencia e lajmeve Tasnim, pasadarënët thanë se çdo agresion i ri ndaj Iranit do të përballet me sulme të forta dhe të papritura. Ata theksuan se nuk tremben nga kërcënimet e aleancës amerikano-izraelite dhe se fuqinë e tyre e tregojnë në fushën e betejës, jo në deklarata publike apo rrjete sociale. Sipas Gardës Revolucionare, nëse tensionit përshkallëzohen sërish, pasojat do të jenë shumë më të gjëra se rajoni i lindjes së mesme. Ndërkohë, admirali amerikan Brad Cooper deklaroi para Komitetit për Shërbimet e Armatosura në Washington se Irani po rrit nivelin e kërcënimit ndaj SBA-s dhe aleatëve perëndimor. Ai tha se strategjia iraniane mbështetet në 3 shtylla kryesore: programin bërthamor, raketat balistike dhe bashkëpunimin me grupet armatosura aleate si Hezbollah dhe Hamas.